Sa po kthehem nga samiti 50 vjetorit të Partisë Popullore Europiane, një ngjarje jashtëzakonisht rëndësishme për këtë parti, e cila ka qenë me antarët e saj lokomotivë kryesore e zhvillimit, prosperitetit, demokracisë në Europë dhe ka rrezatur fuqishëm në mbar botën. Partia Demokratike, antare e asociuar e Partisë Popullore, ishte e ftuar në të gjitha evenimentet si në të partive popullore, kryeministra, kryetar shtetesh, kryetar opozita. Ishte një ngjarje jashtëzakonisht rëndësishme për Europën, në të cilën u përcaktuan, u morën vendime shumë të mëdha, shumë të rëndësishme, së pari për vetë Bashkimin Evropian dhe kompeticionin brenda këtij bashkimi ose kompeticion e këtij bashkimi me rregulla të reja lehtësuese të mëdha për garën dhe biznesin, diskutime të mëdha dhe vendime për Ukrainën, mbështetjen e saj të plotë, si dhe rrugë të përballimit të krizës energjetike të krijuar tashmë nga lufta në lindjen e mesme dhe dëmtimet të mëdha që Irani ju ka shkaktuar instalimeve të nafës dhe të gazit në rajonin më nevralgjik për sa i përket energjisë të planetit, rajonin e Gjirit Persik. Natyrisht, në këto aktivitete ku unë takova shumë miq të hershëm, por dhe të ri, takova kryeministra, kryetar partish, personalitete të shquara. Diskutimi ishte sigurisht mbi gjendjen e Shqipërisë, ajo çka unë mund të them qytetarëve, se njohurit tashmë janë të plota për rrshitjen e Shqipërisë në një narkoshtet apo narkodiktaturë dhe Edi Rama sot është një diktator në rreth të kuq, pa të ardhme në Shqipëri dhe në Europë. Mbështetja për opozitën dhe për pjekët e saj është e plot nga Partia Popullore Europiane, nga liderët e këtyre partive, nga partitë e mëdha CDU-ja, partitë e tjera të qendrës së djathtë dhe të spektrit të qendrës djathtë në Europë. Diskutuam gjërësisht mbi bashkëpunimin me këto parti, si dhe i njoha me vendosmërinë tonë, rezistencën tonë, kryerritjen tonë paqësore për të përmbysur këtë regjim të paligjshëm, zhvillimet dramatike të javëve të fundit në cilin Edi Rama mori përsipër të gjithë fajësinë, siç e ka, duke bllokuar sistemin e drejtësisë në përfundimtare, paketën ligjore që përgatit si mburojnë për vjedhjet e tij dhe të qeveritarëve. Pra mund të them se në këtë samit Partia Demokratike pati vendin e saj të merituar dhe mori mbështetje shumë të madhe. Bëm takime në Parlamentin Belg dhe në Parlamentin e kryeqytetit të Belgjikës, në të cilat ne informuam bashkëbiseduesit miq tanë për të gjithë situatën dramatike që kalon Shqipëria. Në këtë rast u shpreh një mirënjohje të thellë dhe të pakufishme për Partinë Popullore Europiane, kryetarin Weber, sekretarin e përgjithshëm Montserrat dhe të gjithë ata të cilët mbështeten partinë gjatë këtyre viteve dhe mbështesin sot fuqimisht në përpjekjet e saj për një Shqipëri ku qytetarët votojnë të lirë, një Shqipëri demokratike.
falenderoj shumë të gjithë miq që takova aty për dashamirësinë që treguan, mbështetjen që treguan, si dhe përfaqësues të Parlamentit Belg dhe Parlamentit Brukselit. Pra, mund të themi se Shqipëria sot ka, ose demokracia shqiptare sot ka miq dhe mbështetës të mëdhej dhe të vërtet, opozita shqiptare ka miq të mëdhej dhe të vërtet, të cilët të mbështesin Partinë Demokratike. Duhet t'u them këtu se ajo që dikur pranoj apo shpallej në mënyrë të absolute, të paqen, si sukses, tani ylli i tij është shuar, është një figurë e nxirr. Rastisi ishte koincidencë, po gjatë kohës që ne ishim në Bruksel, Mali i Zi u votua për të mbyllur kapitullit e rëndësishëm, kurse Shqipëria mbeti në klas dhe nuk i mbylli dot, dhe me Edi Ramën i garantoi shqiptarë se me Edi Ramën nuk ka më asnjë progres drejt Bashkimit Evropian, përkundrazi ka kthim prapa gjithnjë e më të madh. Pra, këto doja të informoja në këtë shkurtimisht në këtë bisedë dhe të shfrytëzoj rastin të bëj thirrje qytetarëve shqiptarë të përmbushim detyrën tonë ndaj këtij regjimi, të ngrihemi fuqishëm kundër Edi Ramës dhe organizatës tij kriminale, e cila më së fundi mbylli dhe dyert e Europës për Shqipërinë me mburojnë që krijon për vjedhjet e tij dhe të organizatës tij kriminale. Sot është detyrë e çdo qytetari shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tij, se unë jam i bindur se shqiptarët demokrat pa Parti Socialist votojnë për një Shqipëri në Europë, votojnë për një Shqipëri që integrohet në Bashkimin Evropian, votojnë për një Shqipëri që respekton shtetin ligjor, votojnë për një Shqipëri pavarësisht nga bindjet e tyre që lufton në mënyrë të vendosur dhe ligjore korrupsionin. Të bashkohemi nesër në ora 6 në rrugë dhe sheshet e Tiranës për të treguar forcën tonë, shpirtin tonë të pamposhtur me kryemëritjen më të madhe paqësore që ka njohur Tirana. Faleminderit.